Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Me fillimin e punës në krye të Gostivarit, kryetari i komunës Valbon Limani premton se do të punojë për të gjithë banorët. Përpara gazetarëve, Limani nënvizoi se zyrat e kësaj komune do të jenë të hapura për të gjithë pavarësisht ndasive politike. Të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu, në rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e Këshillit zotrin Valdet Xhaferin dhe me Këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivaras. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, siguroi 61.24% të votave gjatë ripërtëritjes së zgjedhjeve, ndërsa kandidati i koalicionit Vlen, Nevzat Bejta, mori mbështetje në rreth 7.145 votuesve ose rreth 30.46% të votave të vlefshme. Rreshtet e Dëborës vështirësojnë qarkullimin dhe në aksi rrugor Veles-Shkup. Nga ora 09:16 është mbyllur plotësisht qarkullimi në pikën e pagesës Otovic për shkak të pastrimit të Dëborës. Ndalimi vjen për të gjitha llojet e automjeteve. Krahas asaj, ndalohet qarkullimi për mjetet e rënda transportuese dhe në qafën malore Pletvar, ndërsa ka rifilluar lëvizja për qarkullim të kamionëve në Gjavat në aksin Manastir-Resnje. U bë thirrje drejtuesve të mjeteve të ndjekin gjendjen e rrugëve dhe të respektojnë masat e përkohshme të trafikut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 15 vite nga vrasjet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një protestë para kryeministrisë, familjarët e viktimave vijojnë të kërkojnë drejtësi. Xhaxhai Alex Nikës, Mark Nika, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku mbajtën homazhe në nder të 4 të vrarëve, pret nga SPAK të bëjë drejtësi. Unë kam marrë këto çdo vit për shpirtin e Aleksit, nipit tim, ashtu si dhe familjarët tjerë. Shpresojmë që ambasadorët e vendeve aleate të na dëgjojnë. Ato na kanë premtuar se do të na mbështesin në kërkesat tona të parreshta për drejtësi. Dhe sot ky angazhim moral dhe institucional është më i domosdoshëm se kurrë. Në 21 janar të vitit 2011 mbetën të vrarë në protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Dosja është rimar në shqyrtim në Prokurorinë Speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rami është bashkuar thirrjeve për drejtësi për ngjarjet e 21 janarit të 15 viteve më parë. Në fjalën e tij në ceremoninë e zhvilluar në kryeministri, Edi Rama kritikoi institucionet që ende nuk kanë dhënë drejtësi. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite do të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 21 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun. Di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfojë me sesbën. Kryeministri listoi premtimet e dhëna nga kjo shumicë në pushtet për të vendosur drejtësinë e premtuar. Me zotimin ton për të bërë drejtësi për 21 janarin, ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn, përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur SPAK-un dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Mbëritin në Vlorë në masa të repta sigurie dhëndri Donald Trump Jared Kushner. Ai është shoqëruar nga një delegacion dhe bashkëshortja e tij, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump. Është parashikuar që Kushner të zhvillojë një takim me një studio arkitekturore për të diskutuar mënyrat e realizimit të projektit dhe investimit në ishullin e Sazanit. Në takim nuk janë të përfshirë përfaqësues të pushtetit lokal. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.